Mirë se keni ardhur në këtë konferencë, mundi me thonë të jashtëzakonshme për shkak të një rasti të rëndë që ka ndodhur në Prëm. Domethënë sot ja kemi ftuar në këtë konferencë të organizuar nga Prokuria Themelore në Ferizaj, ku do të flasim lidhur me rastin e vrasjes së zyrtarit policor, respektivisht rreshterit në stacionin policor të Kaçanikut, Zotërit Muhamet Lika. Fillimisht, kërkoj mirëkuptimin e juaj për shkak të ndjeshmërisë së rastit dhe çështjes së angazhimit tonë në këtë rast, që nuk kemi mundur që përgjigjemi kërkesave, pyetjeve dhe ato pjesëmarrjes në përgjigje të lidhur me rastin, por e kemi patur udhës që ta organizojmë këtë konferencë në mënyrë që ju si gazetarë dhe mbar opinionin në përgjithësi të jemi të njoftuar lidhur me veprimet e tona si Prokuri Themelore në Ferizaj në bashkëpunim me Policinë e Kosovës. Konferenca do të ndahet në 2 pjesë, ku pjesa e parë do të ketë një elaborim të punës së Policisë së Kosovës dhe punës së Prokurisë Themelore në Ferizaj, ndërsa në pjesën e dytë do të kemi pyetjet sigurisht nga të parashtruara nga ana juaj, e që me mirëkuptimin tuaj kisha kërkuar që pyetjet për shkak të ndjeshmërisë së rastit të jenë në një numër sa më të vogël. Edhe një herë kërkoj mirëkuptimin tuaj, ndoshta edhe për shkak të vendit, për shkak të kohës, por ne jemi në dispozicion që të gjitha pyetjet dhe dilemat që i keni rreth këtij rasti t'u japim përgjigje. Siç dihet, dhe keni marrë informacionet edhe ju, në Prëm, me datën 1 prill 2025, rreth orës 23, në vendin Kaçanik, nga persona të panjohur, është vrarë pjesëtari i Policisë së Kosovës, rreshteri Muhamet Lika. I njëjti, në kohën kur edhe ka ndodhur rasti, ka qenë duke u kthyer nga puna dhe në momentin e shkuarjes në banesën e tij, në shkallët e ndërtesës, nga persona të panjohur, për momentin është qelluar dhe nga plagët vdekjepruese ka ndruar jetë. Nga provat materiale që i kemi marrë, shihet që aktin e kanë kryer 2 persona, e që për momentin largohen nga vendi i ngjarjes. Që nga momenti i ndodhjes së rastit, me njëherë, posa pasi është njoftuar Policia e Kosovës, ka marrë të gjitha veprimet hetimore në bashkëpunimin me Prokurinë Themelore në Ferizaj, respektivisht prokurorin kujdestar të krimeve të rëna, zoti Ismet Rahmani, i cili qysh mbrëm dhe deri në orët e hershme të mëngjesit ka qenë në bashkëpunim të plotë me Policinë e Kosovës dhe ka qenë në vendin e ngjarjes me të gjitha ekipet hetimore të Policisë së Kosovës, që kanë qenë të përfshira edhe nga Drejtoria Kryesore e Krimeve të Rënda në Prishtinë. Policia e Kosovës, duke vepruar në bazë të autorizimit të prokurorit të shtetit, ka marrë dhe në bazë të kompetencës së tyre, janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme në kapjen, në gjetjen dhe kapjen e autorëve të kësaj vrasje. Jemi duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore për të zbuluar arsyen dhe motivin që ka çuar deri në kryerjen e kësaj vrasje
po të themi vrasjes shumë të rëndë. Që nga nata e mbrëmshme, hetuesit policor janë në teren për të identifikuar dhe vlerësuar çdo informat, provë, dëshmi e që do të na drejtoj në pistat e mundshme të hetimit dhe që do të na lehtësoj zbardhjen e kësaj çështje penale. Gjatë punës hetimore, gjatë natës së mbrëmshme, por edhe gjatë ditës së sotshme, nga Policia e Kosovës janë ndërmarrë shumë veprime hetimore, janë intervistuar shumë persona, dëshmitar, persona që kanë rastisë në vendin e ngjarjes, persona që mund të japin ndonjë informacion të rëndësishëm për organet e rendit, e që do të na shpije në zbardhjen e kësaj çështje, e gjithashtu janë ndërmarrë të gjitha veprimet për sigurimin e provave materiale që do të na bëj neve punën më të lehtë në këtë çështje penale. Siç e ceka më lart, prokurori kujdestar i krimeve të rënda në Prokurorinë Themelore në Ferizaj, që nga momenti ndodhjes së rastit ka qenë në vendin e ngjarjes dhe të gjitha veprimet kanë qenë të ndërmarra në koordinim me të dhe në bazë të autorizimit të tij. Vrasja e pestarit të policisë së Kosovës, tani rreshterit Muhamet Lika, është një rast që ka tronditur mbar opinionin e gjerë, duke marrë parasysh se i njëjti ishte duke kthyer nga puna, e i cili në këtë shërbim ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e vlerave qytetare dhe sigurisë së përgjithshme. Ne, si Prokurori Themelore në Ferizaj, vlerësojmë lart angazhimin e tij në kryerjen e detyrave shtetërore dhe për këtë arsye humbja e tij është një mungesë shumë e madhe si për Policinë e Kosovës, Prokurorinë Themelore në Ferizaj, posaçërisht edhe për familjen e tij, shokët dhe kolegët e tij. Me këtë rast, shfrytëzojmë rastin që të shprehim edhe ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e një personi të denjë, të devotshëm në punën dhe kryerjen e detyrave shtetërore. E di që kanë rrjedh informata dhe dyshime për arrestimin e personave të ndryshëm, për dyshimin se cilët persona kanë mund ta kryejnë këtë vepër penale. Mund t'ju them me siguri të plotë se deri më tani ne nuk kemi persona të arrestuar për këtë çështje penale. E ceka më lart që ka pas intervista, marrjen pyetje të personave që kanë mundur të japin informacione të rëndësishme, por që deri në këtë moment që po flasimi, ne nuk dim arsyen apo edhe motivin që ka çuar deri në këtë rast makabër. Siç dihet, në Kosovë, në 10 ditën e fundit, është vrasja e 5 dhe shpresojmë që ky do të jetë rasti i fundit dhe mos të përsëriten raste të këtyre llojeve dhe të jetë rast i fundit që ne ballafaqohemi me kësi ngjarje. Së bashku me Policinë e Kosovës, për të cilët ne paralajmëruam se do të ishin prezent së bashku në këtë konferencë për shtyp, por për shkak se janë në angazhim me sipër në kryen e detyrave hetimore, nuk kanë mundur
me qenë present dhe do t'jemi në ditët në vazhdim, do t'jemi të përkushtuar të punojmë shumë që sa më parë të kemi zbardhjen e kësaj çështje penale. E di që është interes edhe juaj si gazetar, edhe e gjithë opinionit të gjerë që të keni informata shumë të allësishme në lidhje me rastin, por ne si Prokurori Themelore dhe si organe të rendit do të mundohemi që të shpërndajmë ato informacione që sidomos në këto ditët në fillim të mos e pengojnë vazhdën e hetimit që jemi duke e bërë dhe ta kemi sa më të lehtë rezultatin përfundimtar të kësaj ngjarje. Në çdo moment, ju premtoj që në çdo moment që do kemi informacione shtesë, qoftë për persona të arrestuar, qoftë për persona të dyshuar, qoftë për motive apo arsyet të cilat kanë qenë deri në këtë pikë, ne do t'ju mbajmë të informuar. Tani mund të vazhdojmë me pyetje, por po e përsëriti prap, nëse për shkak të ndjeshmërisë së rastit, ju kisha lutur dhe ta kemi mirëkuptimin tuaj që ne nuk mund të hyjmë në detaje lidhur me ato të dhënat të cilat i kemi e që ne konsiderojmë se do ta prishin vazhdën e hetimit.